këta janë parapolitik, këta janë pazargjin, këta janë antikombëtar të gjithë. Pra ka shitur interesat e tij, pra ka shitur, ka shitur interesat e Shqipërisë për pushtetin e tij dhe për të korrigjuar raportet me presidentin amerikan Donald Trump. Patjetër, vetëm kjo ishte, pse çfarë ishte? Po çfarë fitoi Shqipëria që boli paqës? Absolutisht asgjë. Çfarë fiton Shqipëria që futet në BE? Të dalë një politikan dhe thuaj që merr një intervistë një politikan dhe thuaj kush janë përfitimet dhe anët negative që janë futja e Shqipërisë në BE. Shqipëria nuk futet si partner në BE. Dhe kur jemi ngrenë në 90-ën kemi thënë ta bëjmë Shqipërinë si Europa, nuk kemi thënë ta shkatrojmë Shqipërinë e ta çojmë në Europë për ta kthyer kamp refugjatës. Për të hequr sovranitetin e vendit. Më bëjeni këtë pyetje një politikani, qoftë edhe vetë Ramës, qoftë edhe vetë Berishës, edhe shqiptin çfarë përgjigje do merrni. Jo, është drejt sepse Shqipëria nuk po themi plotson asnjë standard në raport me vendet e Bashkimit Evropian për të qenë pjesë e Bashkimit Evropian. Siç u futëm në NATO, që na futën, dhe ne nuk kishim as ushtri, as drejtja shejtan, dhe ne na futën në NATO për interesat e tyre. Dhe tash çfarë bëjmë në NATO që rën patate? Se ne s'kemi asgjë. Po si do konkuroj një shqiptar, po themi një bujk shqiptar në raport me një fermer Bashkimit Evropian? Është si nata me ditën. Gjë e parë që atje të jep subvencionin të jep shteti. Gjë e dytë, që është kryesore, shteti interesohet për prodhimin tënd, ta grumbullon, ta merr, të jep, sepse shteti është regulator. Këtu, në sektor është skandaloze. Doni të merrni rastin e Turqisë, supozojmë që gjithë shqiptarët kanë vajtë atje për rezorte. Ju e keni pa pjesa rezorteve dhe pjesa tjetër është gjithë pjesë bujqësore dhe gjithë rezortet, gjithë prodhimin e marrin tek bujku turk. Ju e keni pa të gjithë shqiptarët e kanë pasur ata që pjesën dërmuese shqiptarëve kanë mbajtur për rezortet e Turqisë. Dhe kanë parë. Ka rezorte, ka një rrugë dhe pjesa tjetër nuk është ndërtim atje, nuk ka uzina e fabrika dyqan. Atje ka vetëm tokë prodhuese. Dhe ky është rregullimi që bën shteti, marrëdhëniet e shtetit. Shteti është regulator. Po në këtë rast ku po e çon Edi Rama Shqipërinë? Po një bujk në Itali nuk mund të krahasohet me tonën. Se tash zot fal shqiptarët kanë dalë edhe kanë pa Europën se ç'është. Po ti si do ta krahasosh ti kur ti ke tokat pa mbjellura? Si do ta krahasosh ti kur ti tokën e bukës ti e ke kthyer në tokën ndërtimi? Si do ta krahasosh ti kur ti ke shkatruar tokën? Mbaj mend këtë fjalë që them. Ne kemi shkatruar strukturën e tokës. Dhe askush nuk flet për këtë. Kemi shkatruar strukturën e tokës. Dhe absolutisht nuk flet njerëzit. Merrni shikojnë. Ndërtimet që janë bërë, ujërat që janë prerë, lumet që janë shkatruar. Kemi shkatruar sistemin. Dhe kemi kthyer tokën në tokë jo prodhuese. Sepse të ndërtosh, ta devijosh lumin, ti heqësh ujin e lumit, të shkatrosh lumin, çfarë është? Ne kemi shkatruar çdo gjë. Të gjithë ndërtimet që bëhen. I keni pa ndërtimet që bëhen e qoftë edhe në Bregdet. Ti ke goleme akoma me groba skeptike. E kuptoni se pra në një hotel që është luks ti ke grobë skeptike. Dhe ti flet më për turizëm dhe më flet më për bujqësi kur ti nuk ke bujqësi. Kur fshatari e merr prodhimin edhe e hedh në kanal se nuk ja blen njeri se këta që e quajnë veten oligarkë marrin nga Maqedonia, nga Malizi, nga Serbia e sjellin në Shqipëri.
Dhe prodhim shqiptar ti nuk ke, di në treg, shif, sa prodhim shqiptar ke. Sepse s'interesohet njëri për prodhimin shqiptar. Sepse edhe ai naftën, për atë naftën, që do i jepte botë propagandën më të madhe se do i japi 100 kg naftë. Bujkut për me, se çfarë do bëj bujku me atë 100 kg naftë, nuk e di sepse ai i shkreti s'ka as traktor që ta punoj tokën. Po ky ishte programi i ligjit 7501 që e ndau tokën rrypa. Dhe sot toka shqiptare nuk punohet. Dhe e ktheu tokën nga një tokë bujqësore në tokë ndërtimi. Nuk ka vend botës si tokën bujqësore ta kthejnë në tokë ndërtimi. Vetëm në Shqipëri ka ndodhur kjo. Dhe planeta ta kanë prish infrastrukturën e tokës. Shifini pse dalin këto limone e portokalle e mandarine që dalin me, nuk dalin nga ato që asperkasin, jo. Dalin nga prodhimi i tokës poshtë. Se të ka degeneruar toka. Zoti Merkoçi, me këtë lloj mënyre qeverisje, ku po e çon vendin Edi Rama me gjithçka që po ndodh, pra me shpopullimin e vendit, shitjen e detit, marrjen e tokave ndaj shqiptarëve, zaptimin e tokave në Bregdet, në jug të vendit, apo edhe shkatrimi i zonave të mbrojtura? Ne tash s'kemi zona të mbrojtura se me i firmë të Ramës se çdo zonë e mbrojtur kthehet në zonë ndërtimi. Nuk ka absolutisht, ne s'kemi mos zona të mbrojtura. Ne nuk arritëm që të mbrojmë kulturën, nuk arritëm të mbrojmë një teatër që ishte në qendër të qytetit, që ishte edhe historia e qytetit, historia e Shqipërisë, aty ku ishin bërë gjyqjet e para të diktaturës, aty ku ishin ngritur, e kishin themelin të gjithë institucionet shkencore. Aty e kishin bazën, aty e kishin fillesën dhe ne nuk arritëm ta ruajmë. Mos pretendoni se do ruash gjë tjetër, kur nuk ruajtëm dot Butrindin, dhe Butrindin e kthem në zonë ndërtimi, kur ne nuk ruajtëm dot portin e Durrësit, i cili është thash porti më i lashtë i kësaj Europe, dhe ne nuk e ruajtëm dot një port me histori, me kulturë, me të gjitha, dhe ne nuk e ruajtëm dot atë, nuk e di se çfarë mund të ruajmë ne më. Dhe Rama këtë program ka. Unë prapë po e përsëris. Rama ka këtë lloj programi. Dhe një nga programet më të këqija të tonët që është që ne kërkojmë sot me ngul, ju duket pak paradoksale ndoshta, ne kërkojmë, ose politika, po kërkojmë me ngul që ne të futemi në Bashkimin Evropian. Futja në Bashkimin Evropian do thot një nga, përveç atyre që thash më lart, është edhe një pikë tjetër ku ne përfundimisht heqim pretendimet tona territoriale për sa i përket Kosovës, Çabërisë, pjesës Maqedonisë ose Malici. Sepse me futjen në Bashkimin Evropian ti s'ke më të drejtë të kërkosh absolutisht asnjë lloj gjëje në territoret e tua të pretenduara, pavarësisht se janë të banuara nga shqiptarë. Ky është akti tjetër antikombëtar, për ne thash ne nuk futemi në Bashkimin Evropian si partner, por ne futemi si lypsar, si një vend që do përdoret ose themi si kazan i Europës që do mbledhë çdo lloj plere do ta sjellë në Shqipëri. Kaq. Zoti Merkoçi, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Faleminderit dhe juve. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.